Spashku ka paralajmëruar mësimdhënësit që të kenë kujdes dhe të mos nënshkruajnë kontrata të reja pune që dëmtojnë të drejtat e tyre. Pas skadimit të kontratës kolektive dhe shkëputjes së njëanshme të saj nga mashti, i pari sindikalistëve në Gjakov, Zdenun Nimani, thotë se versionet që po qarkullojnë e që i posedon Spashku janë më të pafavorshme se kontratat ekzistuese dhe nuk janë në përputhshmëri me UA10 thye për 2015 për kontratat e punës për mësimdhënësit e arsimit para universitar. Arsyeja është se nuk i kem pranu edhe janë të papërshtatshme e shumë të papranueshme për arsimin në përgjithësi në Kosovë. Është kontratë që nuk dihet as kush e ka punu mirë, mas po e thua që një organizatë jo qeveritare e kanë shpërnda, kanë kërku një 3-4 komuna, drejtoritë komunale, 3-4 komunave në Kosovë që me fut një implementim këtë kontratë me nënshkruar mësimdhënësit. Është shpërnda në për disa komuna, por nuk e kanë nënshkruar. I pyetur nëse kjo kontratë ngjashme është dërguar edhe në Gjakov, Nimani tha se fatmirësisht ende jo, por kujdesi duhet të jetë i shtuar. Fatbarësisht, në Gjakov as nuk e kanë marrë, as nuk kanë insistuar me shpërnda me nënshkruar këtë kontratë. Kjo fatbarësi edhe është shumë pozitive për ta, sepse është e pafavorshme ose e papranueshme në çdo aspekt, vetëm te pika 5 e neni 2 thotë kjo mësimdhënie pune është me kohë të pacaktuar dhe ka filluar nga data kur e ke nënshkruar ose kur ka filluar kjo. Kjo marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar. Këtu janë ato lojna që i kanë luajtur që i qereshk shekulli me arsimin, tash me ta mundsu e me mundsu vetet partitë ose udhëheqësit komunale me lujt me mësimdhënës që duan. Prano kur dush, hiqe kur dush, zaventso kur dush me tjetrin. Prandaj Spashku ka mulkom dhe qëndron pranë atij refuzimi se këto për sistemin arsimor janë të papranueshme. Të gjendur para kësaj situate, sindikalistët e arsimit vazhdojnë të kërkojnë rinegocimin e një kontrate të re që garanton shujtat, udhëtimin dhe shpërblimet jubilare. Në të kundërtën, mësimdhënësit këshillohen që të konsultohen me përfaqësuesit e Spashkut përpara çdo nënshkrimi të dokumentave të reja të punësimit.